bamirësia është vyrti që e karakterizon gjithmonë qytetin e Gostivarit, duke u trashëguar si vlerë e çmuar brez pas brezi. Por kur vjen muaji i shenjtë i Ramazanit, besimtarët garojnë me vepra të mira. Sot në ditën e 5 të Ramazanit, shpërndarja e pakove humanitare për familjet në nevojë nuk ka të ndalur, si në Gostivar ashtu edhe në vendbanimet përreth. Një kontribut të veçantë në këtë drejtim vazhdon të japi autorizuari për menaxhimin e ndihmave Sinan Elezi nga fshati Çajr, i cili fal transparencës që e karakterizon, ka fituar besimin e donatorëve që zgjedhin të realizojnë aksionet e tyre humanitare pikërisht përmes tij. Donacioni sotëm vjen nga një mërgjimtar me punë në Itali me prejardhje nga Banjeshnica e Gostivarit, i cili ka dhuruar 20 pako humanitare për familjet nevojtare. Secila pako shoqërohet edhe me nga një thes miell. Me rastin e muajit të shenjtë të Ramazanit, RB nga Banjeshnica aktualisht duke punuar në Itali, ka vendosur për këtë muaj në shenjtë të Ramazanit dalen ndihmë 20 familje, që këtë muaj të shenjtë Ramazanit ndihmon e familjeve është një domethënie e madhe, por në emrin tim personal, Zoti këtij i dhash net, bereqet, lumturi dhe ja shtof pasuniet, që me të vërtet ka qenë një bamirës gjithmonë, nuk ka qenë i pari, por ka qenë gjithmonë i rregull. Ndërkaq, një nën së bashku me 2 djemtë e saj kanë dhuruar 300 franga në emër të bashkëshortit dhe babait të ndjer, duke përcjell mesazhin se ndër dhuratat më të mira që ju shkojnë njerëzve pas vdekjes është sadakaja në emër të tyre. Është një grua e Nakilit, dhuron 200 franga për mjerin e burit vet, Zoti ja pranoft, dhe është 2 voglush, një Nakil i vogël e një Ardian i vogël kanë dhuruar ka 50 franga. Edhe këtive Zoti va pranoft se duhet bamirësve u bëj apel gjithve, bamirësve, donatorëve, këtë muaj të shenjtë të Ramazanit, të jenë sa më afër jetimave, nevojtarëve ku të nejnë tamë. Elezi thekson se dhuruesit insistojnë të mbeten anonim, por ai shpesh e ndjen si obligim moral t'i përmend qoftë edhe vetëm duke treguar vlerën monetare të dhuruar, me qëllim që t'i motivojë edhe të tjerët që kanë mundësi t'i bashkojnë zinxhirit të shpresës për nevojtarët. Sot që po flasim, thot ai, janë me qindra familje që furnizojnë rregullisht fal donacioneve të mërgjimtarve. Ky është një mision që nuk përfundon me mbarimin e Ramazanit, por vazhdon gjatë gjithë vitit.